përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Unë quhem Silvia, për të gjithë ju që keni për të parë që po klikoni këtë video, ndërsa për të gjitha ju goca që më shikoni gjithmonë videot e mia, atëherë i dërgoj një zemër. Në fakt, vetë kisha bërë këtë zemrën e bukur kështu, por vendosa që t'i dërgoj një zemër komplet, domethënë të mbushur të madhe. Sapo kam marrë nga puna, ora është 4:30 dhe këtë wallpaperin ndodhet në New Yorku, sepse tashmë jemi në atmosferën e festave. Edhe pse unë nuk kam filluar akoma që ta ndjek të atmosferën e festave, sepse nesër Rajni ka ditëlindjen, pra sot që po filmoj është data 11 nëntor. Rajni ka ditëlindje nesër, që është data 12, por në datën 15 ne kemi një party. Kështu që në këtë vlog do kemi organizimin e ditëlindjes së Rajani, gjithashtu edhe party në shtëpi që ne do bëjmë ditën e shtunë në datën 15. Atëherë është hera ime e parë që unë do bëj një party në shtëpi me fëmijët, sepse party të vogla në shtëpi kemi për herë tjetër. Por në shokët e tij të klasës do jetë hera ime e parë dhe them sinqert kam stres, dhe mos tani që jam një ditë para ditëlindjes së Rajanit, kam shumë stres. Dua që t'rregoj pak ftesat që unë nuk kam dërguar nxënësve. Këtu në Amerikë nuk mund të bëjmë party në shkollë, pra nuk është e lejuar që të bëni party në shkollë. Dhe kam bërë disa ftesa të cilat do t'rregoj tani. Atëherë, party Rajani do jetë me temën e Robloxit dhe besoj se kjo do jetë hera e fundit e vitit fundi që ne do festojmë Robloxin. Jemi menduar shumë që t'ja heqim, pra të mos lozdi aq shumë sa ka luajtur në fillim, duke qenë se tashmë dini që Robloxi nuk është e mirë fare për fëmijët, por duke qenë se ai kishte me kaq shumë entuziazëm për të festuar ditën me Roblox, atëherë thash, okay, edhe këtë vit nuk po e prish. Këtu kam vendosur emrin e Rajanit, Ryan is turning 8. Këtu kemi numrin 8 edhe këtë karakterin nga Roblox. Këtu kemi kohën kur fillon pra party, start, unë kam vendosur 11 paradites me 1 të drekës, në mënyrë që fëmijët, ata nuk do vinë ora 11 fiks, mund të vinë nga ora 11:30, sepse disa fëmijë do na vijnë 10 minuta ose 20 minuta më vonë, duke qenë se kishin angazhime, pra sepse kanë kërcim, kanë basketbol, kanë angazhime të tyre. Zgjidha këto orare në mënyrë që fëmijët të konsumojnë drekën, pra sepse ne do kemi pica për drek, do kemi edhe gjërat e tjera të cilat do t'i shikonin pra ditën e ditëlindjes, kështu që vendosa që ky orar do ishte i përshtatshëm që fëmijët të kalojnë para ditën edhe drekën pra me ne. Atëherë këtu kam vendosur Silvia dhe Olen Lazar. Gjithashtu këtu që kam pëlluar me këtë stikerin e bardhë kam vendosur adresën e apartamentit. Atëherë këtu kam shkruar që duhet të më kthejmë përgjigje deri në datën 7 nëntor, megjithëse unë kam ndryshuar tek ftesat, e lash deri në datën 10 duke qenë se është e hënë, por normalisht një nga prindërit më shkruajti sot në datën 11, kështu që nuk ka asnjë problem. Kam shkruar këtu thjesht me linjë të njohur nëse do vini apo jo, nëse mundeni apo jo. Më telefononi ose më bëni tekst në numrin e telefonit të cilin e kam pëlluar ose email tek adresa ime emailit. Atëherë kjo është faqja e parë e ftesës, por ka dhe një faqe të dytë këtu nga mbrapa, të cilën unë po e lë kështu nëse doni të bëni një screenshot, edhe po t'rregoj pak a shumë se çfarë ka kjo pjesa e dytë e ftesës. Atëherë kam shkruar të gjitha gjërat që ne do shërbejmë pra tek party, që kam shkruar pizza, muffin, popcorn, snack, drinks, birthday cake. Duke qenë se pizza do jetë ushqimi kryesor, atëherë kam dashur të di nëse prindit ka një pizzeri specifike nga të cilat e porosisin pizzën dhe se çfarë lloji pizzash fëmijët pëlqejnë. Dhe me sa kuptova të gjithë fëmijët pëlqejnë plain pizza, pra cheese pizza vetëm me cheese, pa pepperoni, pa gjë nga lart. Gjithashtu i kam thënë prindërve nëse ndonjë nga fëmijët ka alergji, nëse ka ndonjë intolerancë ushqimore, nëse ka ndonjë restriction. Dhe në fakt dy fëmijë kishin, njëri kishte edhe nga veza edhe nga natë, që janë arrat, bajamet, peanut butter. Disa nga prindërit më pyetën nëse donin që thjesht i sillnin fëmijët këtu dhe t'i merrnin në fund të partit, apo nëse duhej që prindërit të qëndronin me fëmijën, sepse ka parti të cilën prindërit duhet të qëndrojnë me fëmijën, por ne duke qenë se apartamenti jonë është shumë i vogël, edhe do jenë 11 fëmijë që do vinë, plus unë Olenin, Rajani, pra do bëhemi goxha njerëz. Atëherë mendova që do ishte më mirë nëse prindërit nuk qëndronin, por po më merr habi Blue Heart. My lovely, për erdha në qënë 4. Dhe këtë gjë lash në zgjedhjet e prindërve. U thash nëse keni dëshirë të qëndroni, mund të qëndroni, nëse thjesht doni që t'i lini fëmijët tu dhe t'i merrni kur të mbaroj party, atëherë është okay pra. Ne tani po hedhim gaz makinës, sepse unë si gjithmonë e lë me llamp të kuqe. Dhe unë t'i them që jashtë është vërtet shumë ftohtë, kështu që unë kam veshur këtë xhukin dhe kam për të thyer deri lart. Okej, duhet t'jedhim dhe pak ajër makinave, sepse sensorët si duket janë ftohur, duke qenë se makinën e lëviz vetëm 5 minuta në mëngjes që shkoj në punë, edhe 5 minuta kur vi. Në llampë.
gjërat e bukura janë këto këpuqët. Janë $13, por janë me këtë gingerbreadin. Janë shumë cute. Cute. Ose këto me arush. Këto që kanë super. Të ecësh në shtëpi dhe të kesh këto nëpër këmbë. Dear Santa, tell me that you'll make it here in time. Yeah, this boy is on my mind. The number one thing on my wish list. Oh, Santa, tell me you know that I've been good. I put the lights up just for you. You're the only one who can make my dreams come true. I could see. Okej, tani ne jemi tek Walmarti dhe kanë nxjerrë të gjitha zbukurimet e Krishtlindjes, besoj si kudo në Amerikë, edhe në dyqanet e tjera kanë filluar i kanë nxjerrë që në ver. Edhe ka gjëra vërtet shumë të bukura që janë me Grinchin, ka dhurata të cilat janë vërtet shumë të bukura që Oleni po i shikon këtu mbrapa të vendosur tek tema. Por po na prish mendje njëra pemë të cilën po mendojnë që ndoshta mund të marrin këtë dhe mund të marrin pemën origjinale, është vërtet shumë e bukur. Dhe çmimi ishte goxha i mirë, është kjo pema këtu e bukur, por nuk e din që sot marrin këtë apo të marrin pemën origjinale që unë kam vendosur të marr për Krishtlindje. Por me siguri ju këtë gjë do ta shikoni tek Lokmasi. Kështu që ne tani po ikim, Renit I morëm disa nga gjërat që I duhen për nesër, disa nga gjërat që I duhen për gjatë ditëlindjes, dhe një dhuratë të cilën ja mori Oleni. Rani nuk e di se çfarë është, sepse Oleni tha që babi ka një surprizë për ty, por do të surprizë edhe për juve deri në momentin që ne do t'ja japim. Kështu që ne tani po ikim në shtëpi, sepse realisht nuk u duroj dot më, nëse po qëndroj në këmbë. Keys to the kingdom, so by faith we already won. Whole squad got a war cry. Tell the enemy it ain't a fair fight, cause the battle's already lost. Atëherë këtu kam përgatitur të gjitha dhuratat për shokët e Ryanit, janë 23 dhurata. Tani do bëjmë gati bashkë dhuratën për mësuesen. Atëherë do vendosim këtë kremin, I cili është për trupin, këtë lip balmin, që është për buzët, dhe gjithashtu këto të dyja të cilat janë dekorime për pemën. Këto janë vërtet shumë të bukura, ndoshta kur të marrin pemën tonë do marr se mos kjo njërë më pëlqeu shumë kjo me pemë. Këtë mund ta vendosësh edhe ti jesh mbi tavolinë. Kështu do vendosim edhe këto të dyja. Okej, kjo është edhe dhurata e mësueses. Atëherë gjitha këto dhurata do mundohen që të vendosin në qese të madhe të Primarkut, por do mundohen që ti palos pak në mes, duke qenë se janë shumë të nuk mund të çojë të gjitha te sekretaria, pra të shpërndara. Kështu që mendoj se do ta mbyll videon për sot, thjesht do pastroj të gjithë rrëmujën që kam bërë, do sistemoj gjërat në përvende, se mos gjëra për të linjë do t'i vendos me një në mënyrë që të kemi gati për partin ditën e diel. Hello, nga dita e dytë e këtij vlogut. Atëherë sapo kam ardhur në shtëpi, sot është data 12 nëntor, kështu që happy birthday to my little boy. Jam shumë e emocionuar tani që po flas nga ju, por emocionet më të mëdha I kam pasur në mëngjes, sepse kalova në atë pjesën time nostalgjike, kur po shikoja fotot e Ranit që ka qenë bebe, pra ka qenë shumë I vogël, që unë na baja me një dorë. Tani që është rritur edhe është më I gjati në klasë, do të nuk mund ta imagjinoj dot se sa shpejt ka kaluar koha. Dhe ndihem pak keq sepse unë me Ryanin kemi një marrëdhënie shumë të veçantë me njëri tjetrin, se Ryanin unë kam rritur vetëm për 3 vite në Shqipëri, atëherë kemi një marrëdhënie shumë delikate dhe të veçantë me njëri tjetrin, sepse kemi kaluar të gjitha ato vështirësitë. Ryani ka bërë në nëntor 1 vjeç, ndërsa Oleni ka ikur në mars. Pra ka lënë 1 vjeç dhe në Amerikë ka ardhur 5 vjeç, domethënë të tëra këto vitet e kemi qenë vetëm, unë me Ryanin, por kemi kaluar vërtet shumë bukur, do të kanë qenë momentet më të bukura që kam kaluar me Ryanin, edhe pse pa Olenin, por kanë qenë dhe momente delikate kur ai së muri natën, ku do të kujdeses çfarë për të, kemi shkuar në spital, ka pas net që temperatura ka shkuar shumë e lartë, edhe unë nuk kam ditur se çfarë të bëj. Do të thënë, kam ditur çfarë të bëj, por thjesht më ka kapur ai paniku duke qenë se kam qenë vetëm. Dhe ka pasur ditë të tjera që temperatura ka qenë super e ulët, por ka qenë diku te 34, 35 dhe atëherë unë nuk dija se çfarë të bëja. Do momentet më të bukura me Ryanin në këto 8 vite kanë qenë vërtet të shumta. Atëherë di që Rani këtë video ndoshta do ta shikoj kur të rritet, ndoshta nuk do ketë interes të shikoj fare videot e mamit në YouTube, nuk e di, nuk jam e sigurt, por thjesht do ta ketë si një kujtim, edhe unë dua t'i uroj pafund nga zemra, nga thellësia e zemrës së mamit edhe e babit, atë po bëj 2 zemra të ndryshme, megjithëse e preferuara e Ryanit është kjo. Dhe urojmë shumë që të rritet, të bëhet një djalë I madh, të bëhet një plak I madh me mjekër të bardhë. Uroj shumë që të jetë
kaq i qeshur, kaq i dashur, kaq i kujdesshëm sa është edhe tani. Dua që këto cilësi t'i ruaj domethënë edhe për më gjatë, edhe kur të bëhet 18 vjeç, edhe kur të bëhet 30 vjeç sa është mami tani, dhe pse mami në ato kohë do jetë 50 e ca, por është okay. Ky është cikli i jetës, kështu që uroj shumë të ketë çdo gjë që t'i doj zemra, tani që ai është i vogël ne mundohemi të plotësojmë çdo dëshirë që ai ka, më thënë ai sa mundemi, ndërsa kur të rritet shpresoj shumë që të ketë gjërat që ai vërtet të do, të ketë shëndetin, të jetë i lumtur, kryoj familjen e tij, të ketë punën e tij, të ketë shtëpinë e tij, të ketë një shtëpi ku të ketë maca dhe qen, sepse Rani do të dyja të thotë kur të kenë shtëpinë time do kem edhe maca edhe qen. Kështu që uroj shumë zemra mamit që në momentin që ti dihesh duke parë këtë video dhe të kujtosh 8 vjetorin tënd, shpresoj shumë që ne të kemi bërë maksimumin për ty, shpresoj që të kemi plotësuar çdo dëshirë që ti ke dashur, shpresoj shumë që ne të kemi qenë të mirë me ty, edhe pse nuk kemi qenë perfekt, më themi munduar që të bëjmë më të mirën tonë. Tani ti do ta dish që mami je bërë në shumë e re, 22 vjeç, por edhe ti ke qenë i vogël, pra mami ka qenë 22, ti ke qenë një djalë i vogël, pra ke qenë një bebe vogël ti do ka te mami, kështu që ne jemi rritur të dy së bashku. Do t'ju tregoj pak shpejt dhuratat e Ryanit. Atë dhuratën numër 1 ju e keni parë dje, që është kjo këtu. Gjithashtu kemi dhe kartolinën, sepse shoqja ime harroi që t'ja jep te dje. Kjo është dhurata e parë. Dhurata e dytë është kjo, të cilën shikoni sa bukur ja ka bërë shoqja ime. Happy birthday Ryan. Te ka bërë me AI, pra me ChatGPT-n, dhe ka bërë shumë bukur. Unë mundova të bëja një të ngjashme me këtë, por nuk më ka dalë kaq bukur sa e ka dalë shoqes time. Po kur e pashëm asolli atje thash, "Oh my god, nuk mund ta besoj dot se sa bukur që e ka bërë." Ta nuk kujtova që sot është book fair, pra është një pranari i librit tek shkolla e Ryanit dhe fëmijët mund të blejnë libra, kështu që tani këtu tek kryqëzafi i vogël do vendos $20, sepse aq i duheshin Ryanit për të bler një libër që kishte parë, e do t'ja çoj direkt tek shkolla. Kështu kjo do jetë dhurata numër. Po i vendos kësaj numrin 2. Kjo do jetë numri 2 dhe numri 3 do jetë dhurata tjetër e madhe. Atëherë po mundohem që t'i vendos të numra sipas rendit, sepse Ryani sot do marrë 3 dhurata, nuk dua që t'i jap të gjitha në një ditë, dua që t'ia shpërndaj pra në ditë të tjera. Kështu që këtu vendosëm numrin 2. Atëherë unë do shkruaj këtu emrin e Ryanit, emrin e mësueses, edhe që është për book fair dhe ka $20 brenda. Dhe do iki direkt te shkolla tani që t'ja çoj. Edhe Rani të arrit të blej librin e tij të preferuar. Kështu që juve po vendos në karikim. As the wind blows and the world turns, I know that I've got my footing. I found a solid ground in you as I follow in your footsteps. I know where my help is coming from, no matter the storm. Do vendos këtë banerin i cili është me Minecraft edhe me Roblox. Edhe edhe besoj se është kështu. Këtë do ta vendos aty te pjesa ku janë kornizat dhe lexon Happy Birthday. Dhe këtë po mendoj që ta varë të mbrapa te kornizat dhe pastaj rregulloj pjesën e tavolinës. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh, 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 ooh. Living your life through a lens, perfect pretending. You think no one can tell, but everything's just fake. Now you're becoming the person you once hated. You also used to say that. Situata është kjo që shikoni këtu mbrapa, më shikoni mua në mes të 200 tullumbacave. Më në fund arrita që t'i mbaroj, ora është 2:30, kështu që kam gati gjysmë ore, 40 minuta përpara se të marr Rani nga shkolla. Dhe mund të them që u lodha vërtet shumë. E di që i kam fryrë me makinerinë time të famshme, e cila ka qenë vërtet një shpëtim sot.
por do lodhesha shumë herë më shumë që sot i kisha fryrë me frym. Po më thon Messi, po më thon çdo gjë, po e ka vlerëtur shumë. Diçka shumë fani, sepse Rani di që partin e ditëlindjes e ka ditën e shtunë, edhe kur thashë mama nesër ke ditëlindjen, edhe ti çfarë më tha, please can you make me a cupcake with a candle, do të thonë një tort të vogël që ai të frynte qirin dhe të gëzonte për ditën e ditëlindjes, pra që është sot. Edhe mami nuk i bëri thjesht një cupcake me një qiri, po mami i bëri të gjithë të gjën këtu kaq të bukur, edhe këto shiritat ose perde këtu te dera kanë dalë vërtet shumë bukur, kështu që do marr reagimin e parë të Ryanit pas të vi nga shkolla. E di që Ryani nuk është në gjendjen e tij më të mirë, supozoj që djene vetë ta qetnin, por ka qenë vërtet shumë keq nga hundët. Edhe Oleni është akoma pa qef, kështu që nuk jemi në gjendjen tonë më të mirë. Por në fund të ditës ne nuk do mbajmë mënyrën se si dukeshin pra të veshur, të qetur, të paqetur, por do jenë gëzimet dhe atmosfera që ne do krijojmë sot në këtë ditë të bukur të Ryanit. Që un po fry dhe tullmbacën e fundit, kjo kuqja është e fundit që un do fry, edhe po vendos tortën, do vendos aty mbrapa, të bëj 2-3 gjëra të vogla dhe mendoj se të ulem të qetësojmë 10 minuta të marr kohën time, edhe të bëjmë gati pastaj për të marrë Ryanin. Mendoj se një nga dhurata do ta marr me veti dhe do t'ia dorëzoj tek shkolla në momentin që ai do dalë nga klasa. Kështu që të paktën kështu po e mendoj deri tani dhe bëhemi gati për party. Getting on the bus, I got resources with me. Riding on the highway, making plans that are free. Ringing on the doorbell to my girlfriend's house. Town is not even noon. I haven't met a stranger in a long, long time. Haven't kissed one either, but now is the time. 'Cause I'm a believer in this open house. Don't care about good or evil, drinking coke and rum. All our friends hanging out in the pool. Perfect body sweating, making moves. Passing out in the late afternoon. Lazy Sunday party, baby, ooh. Checking out the rooms, I find an orange cat. It's looking at me like I am just all bad. Wanting me so badly, things are getting blurry, and time is not even. Let's see what's gonna be inside of there. Because I don't know what this is. So it looks like without the wrapper. Let's see what's inside. Like Dada or Mama. Well, if I accidentally ripped it. A 10 gift card. Yeah, open. Open the big gift. Wrap it, wrap it. Yeah, what is that? Yeah, what is that? You like it? We can drive 40 minutes with this. Yeah, what? Dhurata që Oleni i bleu Ryanit ishte kjo. Nuk e di se si quhet skuter apo jo, që duhet të mbash balancën. This Ryan, one? did you like it? Ryan, I can drive this one. Okay, Oleni duke se ka marrë për vete jo për Ryan. Look, Por Ryan është shumë excited për këtë dhe shpresoj shumë që të arrit ta përdori dhe mos të bjeri. Ky është synimi i mamit që Where mos does të it bjeri. charge? Ole. Just the beer, man. There's no can. It's very hard. No, I got it. No, look. No, nuk kam ta mësuar. Come and slice it, come say Ryan, It's slippery. Yeah, it's slippery yeah, because but you have go. socks on. Yeah, you need to stay like this and it's not driving. I can stand more than Mama at least. You need to learn first. No. No, I don't want. I am too heavy. Leave it to charge first. He's joking. Wait a second. Go down. Ryan, are you joking, Mom? No. Yeah, you are. The first down. Knock down. You need to learn. Knock kick down, first. knock down. Let's see, Dada. Dada, are you sure? Wait a second. Wait, give that. Ryan, hold Dada, please. Yeah, hi, Mama. Nëse ka dhe Bluetooth për muzikë kjo, që të vësh dëgjosh muzikë edhe vetë. Atëherë tani sa po bëjmë disa foto për ditën e Ryanit që shpresoj të kenë dalë bukur edhe pse e kemi bërë vetëm me aparat sepse nuk kemi njëri tjetër në shtëpi. Jemi vetëm ne vetë tre. Edhe tani normalisht që pas skenat janë që jemi të uritur dhe po ham Chick-fil-A. Ryani vdes për Chick-fil-A, kështu që mami mori atë që ka qef. Dhe Ryani mësoi shumë mirë atë skuter. Nuk e di nëse quhet skuter kjo. Jo, quhet skuter. No, it's a hoverboard. Hoverboard, ha.
hapur bord. Bord. Shumë di djali se sa dim ne. Edhe Rani mësoi vërtet shumë mirë, ndërsa mami jo, sepse rash 2 herë. Are you happy? You're gonna have another party. We're gonna have another party. Kështu që ne tani po vazhdojmë, po shijojmë ditëlindjen e Ryanit vetëm, në qetësinë tonë. Dhe bashkë besoj se do shifemi nesër, nuk e di se çka kemi nesër. Çka kemi nesër? Nesër është e njëjtë. Çka kemi përveç se 8 orë punë edhe unë nesër shkoj vonë në punë dhe mbaroj në orën 5:30. Kështu që, ja. Shifemi nesër. Tjetër e këtij vlogut, atëherë siç e shikoni mbrapa meje, këtu kam bërë të gjitha dekorimet e Ryanit, besoj do t'i keni parë këto skenat e vogla përpara kësaj videos që unë i kam bërë dje deri në 11 të darkës. Arsyeja sepse hapa këtë video tani dhe jam pak kështu si dhe me nxehtim dhe me stres, i kam të gjitha një mix feeling, është për t'ju treguar këto bluza të cilat unë i kam bërë porosi tek një faqe që quhet Charity Love. Charity Love është një faqe që ka një shoqja ime e punës, pra një kolegja ime e punës. Aty unë të porosisi bluza për ditëlindje dhe këtë muaj, pra për muajin nëntor, 50% e tyre do të shkojnë për fëmijët të cilët nuk kanë mundësi që të festojnë ditëlindjen e tyre dhe të kenë dhuratë. Atëherë kam porositur 3 bluza, një për mua, një për Ryanin dhe një për Olenin. Tu keni dhe QR kodin që ju mund ta skanoni dhe do t'i çoj direkt te faqja Charity Love dhe List Birthday Closet. Kjo është edhe Charity Love. Edhe tani të shikojmë edhe bluzat. Okej, tu kemi thank you card. Atëherë, Ryani si ka parë akoma bluzat, unë i kam parë tek puna. Kjo është e Ryanit, edhe është blu, edhe ka këtë figurën këtu që lexon I'm birthday superhero, edhe ka këtë superheroin e vogël. Unë harrova që i thosha kolegës të punës që t'ia bënte Ryani flokët beyond, sepse flokët e mia i ka bërë kafe, sepse tek faqat e website-i janë të tëra me flokë të zeza, pra çunat janë me flokë të zeza, ndërsa gocat janë bjonde. Por unë nuk jam bjonde, do të më kishte bërë të zeza në fakt, po më ka bërë kafe. Është okay. Kjo është e Olenit, kjo është masa M, edhe këtu është e njëjta gjë, I'm a birthday superhero. Edhe kjo është e mamit, kjo është mami me flokët kafe. Në fakt unë ngjaj më shumë si mami im, se sa ngjaj si unë, por realisht është shumë e bukur. Kështu që ne këtu t'i veshim pastaj këto bluza, gjithashtu ka të Charity Love të pjesa e mëngës. Është vërtet shumë interesante, realisht më ka pëlqyer shumë. Dhe bluzat janë vërtet material shumë i mirë, janë 100% pambuk. Unë kam marrë masën S për vete, sepse dua që të më rrit pas trupit. Outfiti jonë për sot do jetë thjesht jeanse, pra jeanse blu të 3, edhe bluzat që ne kemi. Këto ishin bluzat, do t'i shikoni tek faqat e website-i, kushton $25 një bluzë. Ryan, you okay? Sa sheqer do? Nuk dua sheqer, ne thash vetëm kafe. Unë do t'i tregoj pak edhe tortën se si ne e kemi bërë, pra si e kemi porositur, por nuk do jetë finalja ashtu siç e shikoni tani, sepse unë kam porositur diçka tjetër në Amazon që do ta tregoj tani direkt. Kjo është torta që neve kemi porositur, është blu me të kuqe, duke qenë se Robloxi pra ka këtë temë. Atëherë kjo është pjesa që ne kemi porositur në Amazon, okay, se kam brapsh, është kështu. Edhe këto shirita do priten, pra të këto vijat e bardha, janë 3 shirita në total, edhe do t'i vendosim anash tortës. Por kur t'i vendosim këto, do të shikoni bashkë se do ta përgatisim. Se të vendosim dhe një banner si për tortës, do vendosim edhe qirin. Kemi gjithashtu edhe cupcake-ët, të cilët janë blu, do t'i vendosim nga ato të Robloxit nga lart, të cilët do t'i bëjnë tani shpejt e shpejt bashkë, sepse ora, njerëz të dashur, është 10 fix dhe për një orë i bie që parti fillon, edhe unë jam akoma duke bërë edhe landrit, pra duke bërë shumë gjëra dhe nuk po thoj se nuk kam nisur akoma asnjë gjë. Se këtu i shikoni të gjitha patatinat, snackët, të gjitha gjërat që janë të vendosura, por nuk janë të hapura nëpër kutira. Kështu që tani do filloj direkt që t'i përgatis, të mos vonohemi më në mënyrë që fëmijët kur të vinë fëmijët pra të jenë gati edhe të fillojmë të festojnë ditëlindjen.
janë shumë të bukura, që janë vërtet shumë bukur. Ne kemi veshur xhinse blu, edhe Ryani është bërë cutesy. Okej, pita ul kamerës të ngretot. Se je big boy now. Okej. Atëherë, kështu dukemi neve, ndërsa Oleni ka shkuar të marrë pica, kështu nuk mund ta tregojmë edhe Olenin në video. Ne po vazhdojmë tani, kemi vetëm çfarë kohë për të mbaruar të gjitha gjërat edhe të fillojmë partin. Are you excited? How much? Unicorn. Unicorn. Oh. Hello nga party. Atëherë parti tani sa po mbaroi. Edhe di që nuk i ka marrë fare gjatë kohës së partit, por shtëpia jon është kthyer në një katastrofë të vërtetë. Domethënë fëmijët kaluan shumë bukur, kënaqën. Ishin diku te 12 ose 13 fëmijë, plus qëndruan diku tek 5 prindër. Ndërsa prindërit e tjerë pastaj thjesht i lanë fëmijët edhe ikën. Pjesa marrëgëtuese në fakt ishte në fund kur filluan edhe po çanin të gjitha tullumbacet. Do t'ju tregoj pak shpinë se sa keq që është bërë. Ryan ishte vërtet shumë i lumtur për të gjitha dhuratat që mori. Këtu kemi diku tek 5 gift karta që ka marrë dhe shokët e tij di që Ryan i vdes për Robloxin, kështu ishin siguruar mirë që të merrnin në gift card nga Roblox, edhe ka marrë 2 dhurata të tjera që ishte një lojë edhe një makinë madhe, po mori edhe një top që ishte shumë i bukur, ja adoroi një nga shoqet e tij, një nga gocat. Edhe një person i kishte vendosur lekesh. Pra, u kënaq me dhurata. Ryan, are you happy? You want to say hi to my video? My vlog? Hi. Did you have fun? I got. Did you have fun? I got. What do you got? Regal, ajo është për sinema. Ne tani po pastrojmë të gjithë rëmujën. U lodhëm. Mund të them që këto parti në shtëpi, sidomos kur në apartamente, janë paksa të lodhshme sepse nuk ka shumë hapësirë dhe fëmijët nuk kanë shumë hapësirë të luajnë, por fëmijët u kënaqën vërtet shumë.